Nga e drejta ndërkombëtare, si është ligji, a mundet që shteti grek të ketë detyrime ndaj një procesi hetimor dhe kërkimor të përgjigjet për të dhënë dokumentat? Janë dy lloj formash për të marrë dokumentat nga pala greke. Në atë parë, pala greke nuk ka asnjë detyrim të na japin neve dokumentave pa bërë padin. Me bërë në gjykat, atëherë mund të dërgojmë një dokument që quhet subpoena, që është firmos nga gjykata. Fatikisht nuk e di fjalën shqip si quhet subpoena, por në gjuhën legale e quajmë subpoena. Detyrim është ajo. Ku e detyron shtetin grek të sjellë të gjithë ato që ka. Po, është detyrim subpoena. Po, subpoena është një urdhër që t'jep gjykata për të paraqitur dokumentat që unë kërkoj si avokat. Po. Kjo është mënyra më saktë dhe mënyra më e drejtë që detyron atë shtet të sjellë dokumentat. Por, përpara se të bësh padin, të dorëzosh në gjykat, ka dhe mënyra tjera për të marrë dokumentat. Sepse janë arkivat, historianët e kanë të drejtë për të kërkuar edhe për të marrë këto arkivat, vetëm nëse ata janë të mbrojtur nga shteti, atëherë nuk mund të merren nga historianët. Ore, a di si është problemi se ne po flasim për një gjë që nuk, si themi në fshati që duket, themi s'do kallaus. Shteti grek, edhe sot që flasim në bashk, ka ligjin e luftës. Shteti grek, e sot që flasim bashk neve, në parlament, para parlamentit grek, kam parë vetë plakën ku ka atë hartën e Voroepirit. Atere, mos prit të t'japin dokumentat e vitit 13-14, kur ata e kanë dhe sot qëllimin e tyre për marrjen e Voroepirit. Unë nuk besoj se e kanë qëllimin për të marrjen e Voroepirit, janë thjesht politika që janë ndjekur për shumë kohës edhe nuk besoj se Greqia do të marrë Voroepirin. Jo se merr dot, po për të patur qëllim qef kanë. Nuk besoj se e kanë atë qëllim, por këto vete brapa në histori shumë të thella që nga ana ligjore nuk mund të ndodhi marrja e Voroepirit. Kështu që nuk arri ta konceptoj dot atë ideologji. Shiko, ka ndryshuar format tani. Ka ndryshuar format dhe i kanë përdorur ata dhe i përdorin dhe sot. Ngrenë monumente të figurave të ndryshme në zonat që janë shqiptare, ati ku ka rënë dëshmorët e tyre në luftën italo-greke, këta mundojnë të kenë një influencë doja se kur janë vrarë, ati ku është vrarë dhe është to greke, pse ka vrarë një ushtar grek, kanë ca parime, do të thosh arkaike, të cilat i përdorin për të mbajtur gjalla të ndjenjë nacionale me këtë kuptim, por që shteti grek ka si qëllim për të marrë Voroepirin, këtë absolutisht e kanë kushtetuar, e kanë çdo herë këndojnë fëmijët e klasës 8, 7, këndojnë këngën e Vogla Kuklic për Shqipërinë. Këto do t'i fshejmë ne këto. Ka ushtria bën parakalime duke kënduar këngë, thotë domethënë mbi ato zorët e shqiptarëve është një këngë, s'do ta them, më kupton? Unë i kam parë me sytë e mi, këto. Unë fatkesisht, ose fatmirësisht, nuk e di, nuk i kam parë të gjë. Po shteti i bën këto se shkolla është e shtetit, kjo ushtria është e shtetit, feja gjithashtu është e shtetit, është pjesë e shtetit, edhe feja bën një të gjë, edhe të tëra këto, ne nuk duhet që t'jemi tolerant në qëllimet e keqia, ose do thosha në qëllimet e mbrapsht të një shtetit tonë, dhe të themi ose këta s'ka që në bëjnë këte 100% unë e di, se marrin dot. Janë rrethana të tjera, por që e kanë dhe si qëllim e kanë dhe, duke patur qëllim këtë ide në asaj kohë, përse janë vrarë, ata i quajnë erorë që janë vrarë në atë periudhë. Ushtarë grek që u vrarë në atë periudhë? Po, pa tjetër. Ishte luft në fund fare. Kështu që ata që viteshin ose hero ose dëshmorë i quanin, sepse kishin një kaos ose një projekt më të madh për të bërë megjithëse nuk u realizua. Po, kuptoj. Por ka shumë pyetje pastaj nga historisë nëse këto dërku kalon ky Voroepiri, kush e kishte, që janë tema nga ana juridike. E bëra këtë komentin që për të vazhduar ke pyetja ku ja bëra pak më parë,
që formën, mënyrën se si mundet që të sigurojnë dokumentacionet e periudhës 1913-1914 për këtë e bëra. Po, ashtu si thash janë dy forma shumë efektive. Më efektive nga profesori tim që kam parë është gjithmonë subpoena nga gjykata, të cilët i dërgohet shtetit grek apo shtetit italian dhe ata janë detyruar të paraqesin këto dokumente. Këto çështjet e genocidave të ndryshme janë si të rënda këto kur thoi genocid. Për një kohë është i rënd, i thuash kombit grek, ju keni bërë genocid, atyre duket se çudi tani, po ata e kanë bërë. Po është e rënd ajo. Meqense po merreni me këtë problem, a keni bërë një studim se si është praktika e suksesshme? Nuk po them për punën që bëni, po a kemi ndonjë rast që ka pasur dhe sukses në fushën ndërkombëtare? Patjetër, suksesi më i madh i historisë është në kohën e luftës së dytë botërore që ndodhi kundër çifutëve në Gjermani, të cilët Gjermania ishte detyruar të paguante, edhe akoma vazhdon të pagon shumë hebrej në Amerikë apo kudo që janë. Vazhdon të paguan akoma, qoftë pensione, qoftë dëmtimet materiale, dëmtimet shpirtërore, kështu që këto ka ndodhur shumë herë përpara, sesa nuk është se neve i kemi shpikur, ka ndodhur përpara dhe kanë qenë shumë suksesshme. Kuptoj që flasim për dy periudha të ndryshme, lufta e dytë botërore dhe 1913-1914. Dhe do ketë akoma më shumë vështirësi për 1913-1914, sepse ndodhi në një zonë të Shqipërisë ku shumë dokumenta nuk ekzistojnë. Dhe lufta e dytë botërore, genocidi që ndodhi kundër hebrejve ishte në Gjermani dhe teknologjia kishte avancuar shumë në luftën e dytë botërore në krahasim me 1913-1914 ku ka jashtëzakonisht shumë fakte. Por jam shumë optimist se do të arrijm. Avokat, ka njerëz që kanë mentalitet e thonë lere këtë punë, ka kaluar koha. Nga pikpamja, jo vetëm ligjore, po dhe nga pikpamja njerëzore. A emi gabim ne që flasim për këtë periudhë, apo bëjmë një shërbim ndaj njerëzve të rënë? Si e mendoni ju? Edhe si jurist, po dhe si njeri? Po, dhe njerëzit që kanë atë mendim e kuptoj shumë mirë dhe patjetër kanë drejtë në mendimet tyre, ta lesh të qetë, ndodhi ç'a ndodhi, mos trazo me gurë që janë vend në vetë, por nga ana morale, si banori asaj zone, si i lindur asaj zone, e ndjekësi detyrë që pse mos e ndjekim një diçka që na takon. Ne nuk po pyesim asgjë më shumë përveç asaj që na takon. Domethënë e kemi filluar, nuk e di sa do vazhdojmë, sa dokumenta do marrim, por e kam hedhur si mendim bashkë me një patron tim dhe e ndjem si detyrë ai vend na rriti, ata prindër na rritin, na edukuan dhe është koha që t'japim diçka atij vendit, diçka që është e jona, nuk është t'ja marrim dikujt tjetër, është e jona, kemi vojtur si popull shumë, na ka shkaktuar një dhimbje jashtëzakonisht të madhe në ajo masakër dhe edhe të flasësh për të është tepër e vështirë për atë genocid, është tepër e vështirë sepse shumë njerëz kanë humbur jetën, shumë fëmijë të vegjël humbin baballarët, prindërit humbin jetën. Kështu që le të shikojmë, të ndjekim rrugën ligjore, le të shikojmë se çfarë me të ndodhi atje, duke bazuar te faktet që mund të gjejmë dhe me të parë pastaj pse mos e bëjmë një diçka për atë vend që na lindje na rriti. Po cili është qëllimi kryesor final që juve dëshironi të arrini me grupin tuaj hetimor? Si qëllim përfundimtar është që të gjejmë të vërtetën. Ç'a ndodhi, kush ishte edhe përgjegjës për këtë që ndodhi, jo vetëm ç'a ndodhi, ne pak a shumë e dimë ç'a ndodhi. Po kush ishte përgjegjësi i planit që ishte hartuar për këtë genocid, jo vetëm në Panarit, por që ndodhi dhe ashtu si tham në Kolonjë dhe në Përmet. Ajo është pika kryesore, por dhe këta viktimat, se këta quhen viktima, jo vetëm personat që humbën jetën, por dhe pasardhësit e tyre që kanë jetuar gjithë kohën me atë dhimbjen, dhe viktimat duhet të kompensohen për këtë dëm që u shkaktoi si pasojë e neglizhencës apo e qëllimshme e palës tjetër. Do të thotë thjesht atë që na jep ligji
në të rreth ndërkombëtare dhe të bëjmë diçka që të vendoset fajtori ose organizatori i këtij genocidi. Kishte diçka tjetër për të shtuar avokat? Desha të them kujdo që ka ndonjë fakt, ndonjë qoftë ndonjë scenë të asaj periudhe, fotografi apo në shkrime, të lutem mund na kontaktoni në çdo kohë me anë të emailit, me anë të telefonit, sepse nuk është vonë. Nuk është vonë dhe jam shumë optimist se do arrim të bëjmë diçka, të dim të vërtetën, por edhe të dim se kush ishte organizatori dhe për viktimat të kompensohen. Avokatët do të ngjerrin përsëri në kontakt së bashku. Do të vizitojmë në Pennsylvania, ju do vini këtu, por kemi mundësinë edhe në Skype të bëjmë biseda për këtë temë, por edhe për tema të tjera, pasi ju jeni një intelektual, jeni brez i ri, por jeni edhe një shembull i mirë se si keni ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe keni studiuar dhe keni marrë titullin avokat. Kjo është një nder, një respekt që i ke bërë vetvetes. Një falënderim duhet për familjen tuaj që të kanë edukuar në këtë formë, por nga ana tjetër, jo vetëm ne si zonë e vakefeve, por gjithë shqiptarët janë krenar me gjithë gjeneratat si puna juaj që arrini këto nivele që të jesh avokat në Shtetet Bashkuara të Amerikës me vështirësi, por e ke arritur dhe unë të uroj suksese. Faleminderit shumë. Me të vërtetë këtu ndjem si në shtëpinë time. Jemi patriot, edhe më bën tim krenar tim nga trevat e vakafeve. Këtë që arrita unë, pa diskutim familja time, do të thënë që ishte ndihma jashtëzakonisht e madhe që të jepte mundësi për të ndjekur juridikun, por nuk do të harruar që unë jam ky që jam sot sepse kisha njerëzit, jam rritur në atë vend që nga shumë vakefllinj me një shembuj dhe më bën që gjithmonë të ndjesha pjesë e tyre dhe akoma i kam lidhjet me vakefllinjt sepse ja janë pjesë e jetës time dhe pjesë e suksesit tim. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, e falenderoj avokatin Sami Zeka dhe në emrin tuaj dhe të gjithë ju që keni njohuri ose dëgjoni, mund të ndihmoni për këtë çështje. Është një çështje, do të thosha, që ka të bëjë lidhje kryesisht me anë shpirtërore, po pse jo dhe me dokumentimin e së vërtetës, se ai dihet, por duhen dokumenta për të mbushur mendjen e njerëzve në mënyrë zyrtare. Dhe me shpresë të shikojmë për gjëra të tjera, për gjëra të gëzueshme, për kombin shqiptar, për individët, për gjithë secilin nga neve. Mirupafshim. Më mëdheu. Më mëdheu. Quhet tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë. Ku më nje. Dhe guri thapë. Kam pasur shtëpi. Ku kam njojtur Perëndin.